Është një skem në të cilën në vitet e mëparshme ose të paktën 5 vite më parë në cilën kemi raportuar ka qenë pikërisht kështu. Emigrantët të cilët vinin ndoshta për të filluar punë. Dhe më pas largoheshin duke dorëzuar pasaportin me një garanci për të filluar punë te X biznes dhe më pas nuk e kthenin më ose nuk e merrnin më pasaportin e tyre, po largoheshin në drejtim të vendeve evropiane, pra largoheshin praktikisht e përdorin si vend trampolin ose tranzit qytetin e Vlorës për të patur një mundësi në mënyrë që të largohen në vendet e Bashkimit Evropian. Pra e shohin si një vend tranzit jo për të qëndruar apo për të punuar, por një vend për të kaluar. Megjithatë, janë të shumtë të huajt, sidomos në vendet e lindjes së mesme të cilat zgjedhin apo kanë gjetur punë në qytetin e Vlorës, qoftë në hoteleri apo edhe në vende të tjera, por ka edhe nga persona të tjerë të cilët e përdorin sikurse thash tranzit për të larguar më pas, qëndrojnë disa ditë dhe më pas largohen. Normalisht pas marrjes së pyetje do të gjendet ose nëse do të arrin nëse do të thonë ku kanë ndënjur, çfarë kanë bërë apo nëse do të arrin të identifikojnë dhe të ndihmojnë grupin hetimor, secilët janë persona shqiptarë që kanë ndihmuar në kalimin ose kanë tentuar të ndihmojnë të emigrantët në kalimin e kufirit në mënyrë të palishme.